Pika e 6, shqyrtimi i propozimit vendimit për ndalimin e ekzekutimit të aktit administrativ mbi lartësinë e shpenzimeve për regjistrim ODS Avokatëve të Kosovës deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente. Me qëllim të garantimit të zbatimit të ligjit dhe qasjes së barabartë në profesionin e avokatisë, parashihet pezullimi i përkohshëm i zbatimit të aktit administrativ të ODS Avokatëve të Kosovës që përcakton lartësinë e shpenzimeve për regjistrim deri në një vendim përfundimtar të gjykatës kompetente. Vlerësimet e Ministrisë së Drejtësisë tregojnë se tarifa e përcaktuar mund të tejkalojë kufirin e lejuar me ligjin për avokatin, i cili parashret që këto shpenzime të mos jenë më të larta se 3 paga minimale në Republikën e Kosovës. Masa synon të sigurojë respektimin e legjislacionit të fuqi dhe të mbrojë qasjen e barabartë të profesionistëve të rinj në ushtrimin e profesionit të avokatit. E ftoj përsëri zëvendës kryeministrin dhe ministrin e Drejtësisë, zonjën Gërvalla Shfarsa, ma fjalën. Faleminderit kryeministër. Këtë herë vendimi ka të bëjë përsëri me vendimet e ODS Avokatëve, por aktin për përcaktimin e lartësisë së shpenzimeve për regjistrim të ODS Avokatëve të Kosovës deri në një vendim përfundimtar gjykatës supreme. Nga shqyrtimi i lartësisë së shpenzimeve për regjistrim të ODS Avokatëve të Kosovës është konstatuar që nuk përputhen me dispozitat e ligjit të avokatisë, sepse ligji parasheh, siç e tha dhe kryeministri, që lartësia e shpenzimeve të regjistrimit në ODS të avokatëve të jetë jo më shumë se 3 paga minimale. Prandaj, aktualisht, lartësia e shpenzimeve për regjistrim në ODS të avokatëve nuk duhet ta tejkalojë shumën prej 1.275 euro tash, ndërsa nga korriku 1.500. Duke pas parasysh rëndësinë e garantimit zbatimit të ligjeve në fushën e drejtësisë dhe nevojën për funksionim të pandërprerë të sistemit të caktimit të mbrojtësve sipas detyrës zyrtare dhe bazuar në kompetencën e qeverisë për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së akteve të ODS Avokatëve të Kosovës dhe të drejtën për të ndaluar ekzekutimin e tyre deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kompetente, vlerësojmë të domosdoshme që zbatimi i lartësisë së shpenzimeve për regjistrim të pezullohet përkohësisht deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Prandaj, të nderuar kolegë, kërkoj mbështetjen tuaj për këtë vendim. Faleminderit Ministre Gërvalla. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.